të flasim edhe për atë pjesë, po fillojmë edhe me Utën. Uta, si lindi dëshira jote edhe pasioni yt për alpinizëm? Si filloi gjithçka, ndoshta më na përmend pak ato fillimet e tua? Ka fillu shumë kohë përpara, qatë kohë sa pak edhe kom harru që ka fillu, se dhe se më konë mati në intervista. Do shta vitin 2010 ka qenë koha kur pa ta fillu me shku vikendeve me bo hiking. Ndër klubet e para ka qenë hiking njeri me Benin, ku u bashkoha me disa grupe të vjeshkatarve, edhe mandej filloj me më pëlqy tepër shumë, edhe fillimisht shkojsha të dileve, pastaj vazhdoa me shku të stuneve dileve, pastaj e lash punën edhe e ktheva komplet pasionin në profesion, ku tash edhe punoj si udhërfyese malore, jam e certifikuar ndërkombëtarisht edhe shumicën e ditëve të mia i kaloj nëpër mal. Ata që na ke bo shumë krenar, besoj që e din, sepse i kanë gjitë 14 majat më të larta dhe gjithashtu po besoj që ka marrë shumë kohë edhe përgatitja dhe gjithçka tjetër që me i arrit këto suksese që tashmë i ke. Po mendoj vitin 2010-2011 fillova me këto hiking në Kosovë kryesisht, mandej vitin 2015 mora pjesë në ekspeditën e parë të kosovarëve në Mont Blanc, ku ishëm edhe 3 vajzat të para që e ngjitëm atë maje. Edhe mandej aty në vitin 2015 për mu, do të thonë gjithçka ka marrë një kthes tre në jetën tem, ku unë e lash edhe punën, edhe fillova me andru për me ngjit majat më të larta të botës. Fillimisht majën Everest në vitin 2017, ku edhe për herë të parë e çova flamurin e Kosovës, edhe mandej kur u ktheva prej Everestit, u ndiva tepër mirë edhe kuptova që përveç që mundem me bo diçka për veti, me njek pasionet e mia dhe mundem me bo diçka për vendin. Edhe ka qenë viti 2017 kur e fillova projektin e ngjitjes në 14 maje, edhe prej 2017 deri në vitin 2025, do thotë në këtë vit në maj, ku edhe ngjita majën e fundit prej 14-ave, kanë qenë gjunga. Nashta për këtë publikun që nuk e din, 14 majat janë në Pakistan, Nepal edhe në Tibet, njihen si çatit e botës, edhe ndërto është maja K2, maja Annapurna, maja Makalu, Manasulu edhe të tjera. Edhe kështu për 8 vjet do të thotë përfundova projektin e 14 majave, duke u bërë personi i parë nga Ballkani me këtë arritje. Edhe në botë janë pak njerëz që kanë arrit këto ngjitje në këto 14 majat, edhe kështu që tash jam në Valbon, u kry projekti, po planifikoj projekti të reja, edhe po normalisht 8 vjet, shumë të mira dhe shumë sfiduese. Po besoj që keni me bo dhe një ngjitje këtu në Valbon tash. Po, mas intervistës. Nesër.